Të bëhet diçka më mirë. Shpresojmë se do të bëhet diçka më mirë, ama ku e di, edhe unë se di vetë. Кој е главен проблем што треба да се реши во Струга? Што најмногу главен? Има shumë ka. Për stepërmi ka shumë. Па едниот градоначалник на Струга треба да го спроведи континуитетот на Струга, иначе Струга е добар град, можда и најдобар во Македонија и најчист во Македонија. Само континуитетот да го спроведите и ништо друго не бараме. Струга е хаос голем. И од новиот градоначалник да очекуваме подобрување на ситуацијата во сите сфери. Попрес ангажимата мат, през ти куштојн мате për инфраструктурës të qytetit, uji, pa dyshim, po edhe kanalizimi i vjetër i Strugës, edhe uji kanalizimi në tërsi, se ende janë ato instalime që janë kancerogene edhe janë të rrezikshme për qytetarët, për jetën e qytetarëve. Të punon me ndershmëri, të jetë për popullin të punon. Shumë problem ka. Njerë ujti nuk mundet të pijet si duhet. Pastërtia është ato jetë ma shumë. Deri në orën 11 dalja është 9,16%. Procesi shkon në rregull dhe qetë. S'ka asnjë farlloj problemi, asnjë farlloj incidenti. Është çdo gjë në rregull me aparatet finger. Vizituam disa vend votime, është qetë, procesi vazhdon mirë.